Miri. I West Side Family. Miri, Tea e përmend shpesh në shtëpi e quan veten si kryefjalë. Madje po dëgjoja dje në një bisedë me Selinin, më duket të thoshte që çfarë bëhet jashtë në mëngjes flitet për net wake up, më pas tek Shqipëria Live, më pas do na marrë grida. Madje tha do morrim dhe në prime time politik do flitet për ne. Se mendon që Miri ajo bën dhe llogari ke parë kur bën llogari që unë ty do të marr finale, unë ty do të marr. I thoshte ti dihet dikujt që nuk do të nxjerr unë nga shtëpia aty, sepse më duhesh dhe pak. Një rol në fakt që ne kemi parë në Big Brother që ka funksionuar, po fakti që ka funksionuar me dikë. Jo gjithmonë. Do të thotë që funksionon me Mirin? Nuk ka funksionuar. Qëse ka funksionuar me dikë, nuk ka funksionuar se ka thënë. Gjërat kanë shkuar shumë. Dhe pjesa përballë ndoshta e ka pranuar atë gjë. E kupton? Është lojë intuite, nervash, fjale. Ai mendon që duke bërë atë që bëri, domethënë që përkodheli dhe krijoi ato idet, do jetë kryefjalë, po kryefjalë gjithsesi, si për mirë si për keq. Njeriu e vë veten kryefjalë në jetë gjithmonë në çfarë do lloj momenti. Nëse ti do të jesh kryefjalë, mjafton dalësh ti bish pemës aty dhe dole dhe lajmet. E kupton? Kështu që unë nuk mendoj që është gjetje ajo. Njerëzit mbas e thonë që është lojtar, është gjetje, nuk është gjetje. Dhe të trajtohesh në një program të tillë televiziv. Unë mendoj që ti mund të jesh kryefjalë, mund të bësh shumë e çfarë më pëlqeu për shembull. U bë kryefjalë edhe në Prime Lore. Dhe në atë videon që më pëlqeu shumë si e kishte bërë produksioni, duke i sigur flirtonte me të gjithë, dhe në fund tha kam një aty jashtë, kam marrë malli. Shumë interesante. Do me thënë, flirtoj me gjithë, të gjithë e deshën, e adhurun, madje dhe Brikena tha unë edhe unë po t'isha djale. Ledioni tha po, nuk do të refuzoja ajo dhe duke qenë femër. Kjo është lojë. Kjo është lojë. Ti je vendosur në qendër, pa i premtuar askujt asgjë, pa bos një veprim. Ti këndon ka të tipin tat, tani loj se prek se kështu dhe e di që diskutohesh për këtë gjë. Si do duket fakti që Miri nuk shqetësohet për bashkëshorten e tij gjermane? Po mundet ta kenë bërë me fjalë para se ty, mundet nuk e di. Kush e di, a shqetësohet apo jo? Kush e di?